Po ju i përmend pak më parë festivalet, unë do të veçoja një në Polyfest 2003, nëse janë informacionet e sakta. Ju morët çmimin e parë. Prap kompozitor Alfred Kaçinari. Kom pas rast të ri personalisht me Alfred Kaçinari në kuadrin e atij programit që kanë pas me Adi Krasta. Ethet e së premtes. Dhe vërtet kishte një kulturë dhe një diapazon përshtypja ime parë tepër të gjerë për profesionin e vet. Si arritet ti kompononi ju si këngëtar dhe ai si kompozitor këto suksese që po dëshmon edhe ky festival? Po, shumë e vërtet. Edhe ky është një prej festivaleve që mu si artiste m'ka rrit. Natyrisht, sidomos kur puna jote shpërblehet, është jashtëzakonshme. Shumë motivuese për me vazhdu tutje. Edhe që në takimin e parë me kompozitorin Alfred Kaçinari, ka qenë një kemi mes artistësh, edhe kemi pas një gjuhë bashkëpunuese, profesionale, ku puna ti m'ka pëlqy. Serioziteti, mënyra që shkruante ato notat, kur mi dërgoj ke partiturat, në ato partiturat pastërta, të shkrume ato nota aq bukur, sa i bashkëpunonte pastaj me tek shkrues të jashtëzakonshëm. Në këtë rast ka qenë Demir Gjergji, njëri prej shkrimtarëve. Thjesht e ndërtova një relacion edhe një besim, sepse thjesht më pëlqejshin krijimet e tij. Edhe ky ishte suksesi i radhës, do thonë me këngën Pres, një këngë jashtëzakonshme, edhe këngët i ka shumë të vështira, në fakt, dhe mu interpretu, por që aftësitë e mia vokale, sepse kompozitori gjithmonë i studion pak edhe aftësitë e interpretit në mënyrë që në bazë të aftësive vokale ai edhe ndërton këngën. Kështu që edhe ky ka qenë një sukses i radhës, një sukses që natyrisht ka qenë i bukur edhe shumë motivues.